ja sjellin zgjedhjen dhe i garantoj qytetarët me shumë sinqeritet, nuk ka pushtet më të dobësuar në historitë politike se sa është pushteti i Edi Ramës sot. Mbahet në fije të perit dhe me shpresën e vetme për të përçarë këtë aksion mbarkombëtar. A doja dalë? Që të jemi sinqert me ju, këtu është dhe përgjegjësia jonë. Nuk është çështja çfarë do bëj ai. Ai atë punë ka. Shpëtoj kokën e vet duke përçarë. E fundit zoti Balliu, jo, më lejo ta mbroj këtë, vetëm ta mbaroj këtë. Një gjë duhet të jetë e qartë. Do të vi mirë kujt doj, do të vi keq kush doj. Betejë udhëhiqet nga opozita, patjetër, dhe opozita do të jetë në front. Këta që thonë po unë nuk vi dot se do vi, se do dal, se s'do dal, se do ky, se s'është ai, se s'duhet ky, duhet ai, këta janë pjesë e lojës pushtetit. Dhe opozita vetë e para, por dhe të gjithë tjerët duhet të jenë të qartë. Se është e thjeshtë, kur jenë betejë, bashkohen gjithë flamujt. Kur jenë betejë, bashkohen gjitha ideologjitë, qofse ato ideologji kanë për mision mbrojtjen e interesit kombëtar. Atje shkojnë për interes kombëtar. Largimi i Edi Ramës është interes kombëtar. Ata që bëjnë lojën, jo po unë do e bëj më vete, ato janë gjithë kukullat pushtetit. Dhe nëse e kanë thënë një herë, kur je kukull e pushtetit një herë, do jesh kukull e pushtetit gjithmonë. Dhe me ata s'duhet të merremi, se është argjim kohë. E vetmja gjë që duhet merremi ne është bashkimi me qytetarët. Partia Demokratike do t'i dalë zot qytetarëve, do të jetë mballë protestave, do t'i udhëheqë këto protesta dhe do të jetë njëkohësisht dhe në vijën e parë të luftës dhe të përballjes, pa diskutim. Duke filluar me mua të parin, me zyrtarët e PD-s të parin. Patjetër, dua t'ju bëj këtë pyetje të fundit. Ajo çka kanë treguar dosjet të cilat kanë ardhur nga Gjermania, nga vendet e ndryshme të Bashkimit Evropian për sa i përket implikimit narkotrafikut, është përmendur edhe në media dhe denoncuar nga opozita si Olçi Rama i përfshirë në trafikun e drogës. Dosjet të cilat kanë dalë nga SPAK janë familjar të tjerë të Edi Ramës që marrin tendera në Akshi. Arben Ahmetaj denoncoi edhe Ekoparkun, e ka bërë vajza, tashmë vajza, mund themi, e kryeministrit Rama. Shohim që familja e tij është e implikuar. Dhe Rama, në momentin që është pa pushtet, ligji do merret me të dhe mund të përfundoj në burg, mund të ketë hetime të tjera. Kryeministri nuk do ta lëshoj pushtetin e tij pasi i di pasojat të cilat vijnë pas rënies nga pushteti. Partia Demokratike, opozita, qytetarët, si do arrin ta marrin qoftë qeverinë teknike të cilën e keni proklamuar më së një herë? Ke ngritur një gjë shumë të rëndësishme, e ke ngritur në fund, po është gjë më etike. Edi Rama lufton dy duar për një kokë. Po. Nëse ne jemi gati të luftojmë njësoj, fiton ai. Si shoqëri. Ai e di vendin pa pushtet ku do shkojë. Ka diskutim ajo. Dhe kemi thënë bashkë në këtë studio. Në 24 orë mos të jetë në pushtet Edi Rama, është në burg. Atëherë ati duhet të mbaj pushtetin me çdo mënyrë dhe me çdo kosto. Tani, a jemi ne të gatshëm që për të ruajtur kokën e Edi Ramës nga burgu, të jetojë një popull i tërë në varfëri dhe të zhbëhet një komb i tërë? Unë nuk mendoj që jemi. Unë mendoj që më mirë le të rri Edi Rama në burg, edhe qytetarët të jetojnë në prosperitet. Kjo bëhet me një aksion ballor dhe frontal. Nuk e di sa herë duhet ta them që njerëzit të jenë të qartë, po mbi të gjithë, të parët që duhet të jenë më të qartë, duhet të jetë vetë opozita. Është e qartë opozita e fundit. Opozita duhet të jetë e qartë që rrugë tjetër, unë i opozitës jam. Rrugë tjetër, përveç përplasjes dhe përballjes me narkoregjime, nuk ka. Kto janë narkoterrorista të kuq. Është specia më e egër që njeh bota. Është specia më e rrezikshme që njeh bota. Nuk është që ka ardhur për herë të parë në Shqipëri. Narkoterroristat kuq kanë qenë po të njëjtët ata që të MI-s bashkëpunonin me Pablo Escobarin, po njësoj kanë qenë ata që bashkëpunonin me Noriegën, po njësoj ishin ata që bashkëpunonin me Maduron, dhe po njësoj janë këta që sot i ka qeveri Edi Rama. Pra, në këtë kontekst, me narkoterrorista të kuq nuk mund të ketë diskutime dhe debate politike, po duhet ketë vetëm përballje për t'i larguar me çdo formë dhe mënyrë. Balliu, të falenderoj që ishim me këtë bisedë. Faleminderit juve. Sigurisht ne do shkojmë në një hapësirë publicitare.